Vendimi i qeverisë për të ulur TVSH-n e derivateve të naftës shihet si mas që pritet të ketë ndikim, por që nuk e zgjedh problemin afatgjat. Masa si e tillë, sipas profesorit universitar Bujamin Bela, është e përkohshme dhe kërkon angazhim të shtuar institucional për të siguruar zbatimin e saj në praktik. Bela thotë se një masë e tillë lehtëson presionin ndaj inflacionit, megjithatë sipas profesorit, gjendja vështirësohet edhe më tepër kur i shton faktin se rreth 22% e popullatës në Maqedoninë e Veriut janë shtrese qytetarëve që i takojnë kategorisë rrezikuar nga varfëria. Mendoj se duhet, domethënë, të jenë në vazhdimsi në përcjellje të situatës dhe kjo ulje e TVSH-s mos jetë vetëm në letër, por të implementohet në praktik përmes kontrollave, mekanizmave të kontrollit shtetëror, inspektorateve, që kjo ulje e TVSH-s mos shkon në dobi të bizneseve në rritje të fitimit, por të reflekton drejt për drejtë në çmimet e produkteve bazë, sepse kemi një popullat e cila është e cënueshme, çdo lëvizje e çmimit me të vërtet është domethënë që e ndjen qytetarin në xhepin e tij. Profesori Bela shton se përtej kësaj mase, qeveria duhet të ndërmarrë hapa të tjerë plotësues. Ai përmend si të nevojshme rritjen e pagës minimale, si dhe subvencione të targetuara për bizneset me qëllim kufizimin e rritjes së çmimeve dhe rritjen e produktivitetit. Hapi i ardhshëm pas TVSH-s mund të jenë edhe subvencionet e targetuara, domethënë si ndihmesa të ndryshme në aspektin e kufizimit të çmimeve, në aspektin e mbështetjes së bizneseve, në aspektin e pagës minimale që domethënë të rrit pjesën e produktivitetit, në aspektin e trajnimeve, në aspekt tjetër që ka të bëjë domethënë me investime në bujqësi dhe në industri për ta ulur sadopak atë presionin dhe varfshmërinë që e kemi nga importi, sepse jemi një shtet të cili shumë pak prodhojmë, më shumë varemi nga jashtë. Një ditë më parë në një seancë të jashtëzakonshme, qeveria vendosi që të ulë TVSH-n e derivateve të naftës nga 18 në 10%.